Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës nga data 15 deri në datën 21. Ju uroj një javë sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit dhjetor sepse ende s'ka përfunduar, videot e javës, por dhe video të vitit 2026 dhe shikoni dhe shenjën tuaj me fat për vitin 2026. Atëherë, do fillojmë në lidhje me këtë javë. Si do jetë kjo javë për gjithë ne? Është një javë që duhet jeni të kujdesshëm, ju mund të tregojeni pak të paduruar ose të nxituar në lidhje me planet për të ardhmen tuaj, në lidhje me planet afatgjata flasim këtu. Ju do t'ju duket sikur nuk po bëni përparime gjatë kësaj periudhe, do ndiheni të bllokuar, por ndërkohë do ndiheni dhe pesimist, ose do ndiheni edhe pak negativ, mund të themi. Gjithsesi, mënyra më e mirë për të kapërcyer këto situata që do jenë gjatë kësaj jave, është mirë që të merrni përgjegjësitë që ju mund të keni dhe në lidhje me gjërat që mund të keni nën kontroll. Kështu që në vend të kësaj nuk duhet të humbisni kohë, mos u merrni me gjëra të panevojshme ose të vështira për t'u kontrolluar, sepse është një periudhë ku hyn lojë dhe vullneti i njerëzve. Më tepër do preken shenja e shigjetarit, shenja e binjakëve, shenja e virgjëreshës, shenja e peshqve, por dhe ditëshi i tretë i këtyre shenjave. Kështu që tregoni pak të kujdesshëm në lidhje me këtë javë. Gjithsesi, është një javë ku kemi dhe Mërkurin që do dali nga retrogradi dhe do fillojmë të ndjejmë që do kemi më shumë energji, do kemi vullnet, do kemi vendosmëri për të arritur qëllimet tona. Gjithsesi, përveç kësaj, duhet të kalisim durimin dhe qëndrueshmërinë në lidhje me gjithçka. Në lidhje me këtë gjë, ndikojnë më së tepërmi shenja e dashit, shenja e peshores, shenja e gafores, shenja e bricjapit, dhe do keni një jetë të përditshme më të gjallë, më kërkuese, që do t'ju bëjtë ecni përpara. Gjithsesi, java mbaron datën 21, ne kemi edhe futemi në stinën e dimrit, hymë në shenjën e virgjëreshës, por hymë edhe kemi dhe hënën e re që është në datën 21. Kështu që kjo hënë e re do shoqërohet me fillime të reja. Ju mund të keni fillimin e një dashurie të re, fillimin e një pune të re, fillimin e planeve të reja, dhe është momenti më i mirë për ta bërë këtë. Kjo hënë e re shoqërohet edhe me fundin e situatave që ju kanë stresuar deri në këto momente. Dhe këtu flasim në lidhje me njofjet që ju kanë stresuar, me lidhjet me marrëdhëniet tuaja, ose në rastin tjetër të një vend pune, por dhe situata dhe çështje të ndryshme që mund të keni pasur në jetën tuaj. Por është momenti për të përfunduar gjërat e vjetra dhe për të filluar diçka të re, sepse kjo hënë është e shoqëruar shumë mirë me fundin dhe mbylljen e kapitujve që nuk janë më të dobishëm për ju. Është koha që të rishikoni ato idetë tuaja, botkuptimin tuaj, filozofinë tuaj për jetën, dhe në datën 21 që kemi hënën e re, gjithsesi do flasim në një video tjetër, por e kap edhe këtë datë, kështu që do jemi në prag të festave, dhe hymë edhe në shenjën e bricjapit, në falni, dhe ju do filloni të shikoni gjërat më në perspektivë, por dhe në mënyrën më të thjeshtë. Kështu që kjo ka lidhje më tepër me familjen, me mënyrën tradicionale të festimit të festave të fundvitit, gjithashtu edhe në lidhje me çështjet tuaja financiare. Këtu do preken më së tepërmi Demi, Virgjëresha dhe Bricjapi. Gjithsesi, vazhdojmë me gjitha shenjat e horoskopit. Fillojmë me shenjën e dashit. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Dhe shohim energjinë që do na vi në lidhje me shenjën e dashit.
Atëherë jemi te energjia e shenjave të ajrit. Për gjithë ata që mund të kenë të bëjnë me shenjat e ajrit, ose në lidhje ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Kemi energjinë e shenjës së luanit, energjinë e diellit, por kemi dhe energjitë shenjës së demit, intuita. Gjithsesi ju shoh që ju nuk e di, por duhet keni kujdes se mund të merrni një zhgënjim gjatë fillimit të kësaj jave, dhe ky zhgënjim mund të jetë në lidhje me dashurinë, në lidhje me provimet, me arsimin, me projekte profesionale, me udhëtime, me çështje ligjore që mund të keni jashtë vendit. Gjithsesi duhet keni kujdes në lidhje me një zhgënjim. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh një trekëndsh ku ju do ndiheni shumë të lumtur, nuk e di për gjithë ata që mund të jenë ose të futen në një trekëndsh, ju do ndiheni shumë të lumtur sepse jeni te karta e diellit. Për pjesën tjetër, ju do arrini të shikoni qartë një situatë zhgënjimi ose një trekëndsh ku mund të jeni. Kjo ka lidhje dhe në lidhje me miqësinë tuaj, me rrethin tuaj miqësor, por edhe me përvoja të ndryshme që mund të keni në jetën tuaj. Gjithsesi, shoh që diçka del në dritë aty dhe ju do dëgjoni intuitën tuaj në lidhje me këto situata. Këto mund të jenë te vendi punës, mund të jenë në familje, mund të jenë në lidhje me anën tuaj ekonomike, por dhe me çështje situata të ndryshme në lidhje me studimet, siç folëm, në lidhje edhe me situata të tjera. E rëndësishme është që ju do dëgjoni brenda vetes tuaj. Ndërkohë ju shoh që hiqni dorë nga gjërat që keni besuar në lidhje me një zhgënjim që merrni, sepse do filloni të shikoni gjërat qartë, por ndërkohë ju shoh që ju do fusni besime të reja, por do futeni dhe brenda vetes tuaj për të qartësuar dhe për të parë gjërat ashtu si ju vërtet i ndjeni. Atëherë këtë mund ta merrni gjitha llojet e situatave, por shoh që shumë gjëra do t'i pranoni me mençuri dhe me përulësi. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së demit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Atëherë shohim energjinë që na vjen dhe letrat bien vetë. Dhe këtu kemi të bëjmë me energjinë e botës, ku keni të bëni me energjinë e shenjës së demit, që jeni ju vetë, akrepi, virgjresha dhe luani. Por mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja, energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të zjarit. Atëherë për ju, unë ju shoh që mbyllni një cikël të vështirë për të filluar një cikël të ri të lumtur. Dhe këtu bëhet fjalë, mund të lini mbrapa vështirësi që keni kaluar në lidhje me dashurinë, në lidhje me studimet, me punën tuaj, ose me qëllime të ndryshme personale që mund të keni pasur. Por kjo ka lidhje dhe me provime të ndryshme që ju mund të keni pasur, me ndryshimet e vendit punës, me një ofertë të mirë, por unë shoh një fillim i ri që do t'ju japi zhvillime shumë të mira në të ardhmen tuaj. Gjithsesi ju shoh që do merrni lajme të mira në lidhje me një person që ka shumë emocione në lidhje me ju, dhe unë ju shoh që është një person që është në pritjen tuaj, ose ju jeni duke e pritur këtë person. Ndërsa në rastin tjetër do keni fillime të reja, mund të jetë një fillim i ri në dashuri, një fillim i ri në punën tuaj. Ju shoh do ndiheni shumë të gëzuar, shumë entuziast, por mund të jetë edhe një fillim i ri ekonomik. Dhe ju shoh që ju jeni në pritje të diçkaje. Ju ndoshta mund të jeni duke pritur këtë person, mund të jetë një person në distancë, janë festat e fundvitit dhe ju jeni duke pritur këtë dashuri. Në rastin tjetër, kjo mund të jetë që ju jeni duke pritur ndoshta dhe këto ndryshime të mëdha që do vinë në jetën tuaj, këto fillime të reja që do vinë. Por gjithsesi shoh që ju do keni shkëlqim në lidhje me një fillim të ri, do keni udhëtime gjatë festave, është nuk i bie java e parafundit, do mendoni ndoshta në lidhje me udhëtime që mund të keni. Por nëse jeni beqar, unë shoh që do takoni një person të ri në një udhëtim që ju do shkoni. Është një dashuri që ju vërtet e keni pritur dhe ajo vjen. Gjithsesi kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga
Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjarëve. Atëherë, do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe shohim energjinë që do na vijë edhe në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë, këtu keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, dhe energjinë e shenjës së luanit. Ju mund të keni kartën e diellit, ju mund të keni dhe ascendente nëse hënë në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me personat të këtyre shenjave. Gjithsesi, unë shoh që ju keni një fillim të ri. Është një fillim i ri me shumë pasion, që mund të jetë në lidhje me dashurinë, mund të jetë në lidhje me punën tuaj, me investime të ndryshme që mund të keni, me trashëgimi, me kredi, me ushqime, varet nga situatat që keni, por edhe në lidhje me punën, me investime të ndryshme, me dhurata, ose edhe një fillim i ri ekonomik. Dhe shoh që ju në mesin e javës do harrini të stabilizoni këto situata. Një pjesë prej jush, ju shoh që do keni një takim me një person, ku ju do jeni duke festuar këtë takim që do bëni, do ndjeni shumë entuziast, por ndërkohë është një person që ju do harrini të stabilizoni njofit lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ose në lidhje me shtëpinë, me familjen, por ka lidhje dhe me shtëpinë, me investime të ndryshme, siç thamë mund të ketë lidhje me kredi të ndryshme, ka lidhje dhe me anën ekonomike. Dhe ju shoh që ju do ndjeni shumë të lumtur në momentin që ju të stabilizoni këto situata që ju mund të keni. Gjithsesi, me hënere keni fillime të reja, që do marrin zhvillime shumë të mira, si në lidhje me dashurinë, me shtëpinë, me familjen, me situata ekonomike të ndryshme që mund të keni, por dhe në lidhje me punën tuaj, por dhe gjithçka tjetër. Por fundi javës ju gjen me sharm, me një lloj shkëlqimi, ju do ndjeni të lumtur në momentin që do stabilizoni disa situata, dhe këto situata mund t'i merrni ashtu si i keni, mund t'jenë nga më të ndryshme, mund t'jenë në lidhje me njofit, në lidhje me martesën, në lidhje me marrëdhëniet, me perspektivën e së ardhmes tuaj. Ju mund t'i merrni situatat ashtu si i keni. E rëndësishme është që është një javë fantastike në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Dhe shohim energjinë që vjen edhe për shenjën tuaj. Erdhi një energji fantastike në lidhje me ju. Atëherë kemi energji zjarri, energjia e shenjës së Denit. Ju mund të keni ascendente ose hënë në këto shenja, ose ju mund të keni të bëni me personat të këtyre shenjave. Unë shoh që jeni në pritje të një dashurie. Keni filluar, keni ndryshuar këndvështrim nga gjërat që ju rrethojnë, dhe ju do filloni të bëni plane afatgjata. Vetëm duhet keni kujdes jo gjatë fillimit të javës, sepse ju shoh që në fillim të javës në këtë situatë. Këto plane mund t'i bëni me hënën e re, që është data, ose të filloni dhe që në datën 15, sepse është shumë e favorizuar për ju. Dhe ju shoh pra përsëri në pritje të një dashurie, të një personi, në një rast, ose në rastin tjetër ju jeni në pritje të një dashurie, të një marrëdhënieje, por ndërkohë ju shoh që ju do harrini të realizoni një takim me këtë person, sepse jemi te kryeprifti. Do keni një takim, do ndjeni shumë të lumtur, do stabilizoni marrëdhëniet tuaja, sepse ju shoh që jeni në pritje të kësaj gjëje, ose ju dëshironi të shkoni në një udhtim, dhe unë shoh që ju do jeni të mbështetur nga universi. Ndërsa për pjesën tjetër është mund të jetni në pritje të një përgjigje te vendi punës, në lidhje me transaksione të ndryshme, me marrëveshje, ose ju ndoshta edhe në lidhje me një lloj konkurrence që mund të keni, por gjithsesi prisni jeni në pritje të përgjigjeve. Po unë shoh në fund të javës ju do jeni të mbështetur nga universi, nga energji më të larta, dhe ju harrini të realizoni gjithçka, një takim, një dashuri, një bashkëjetesë, një martesë,
Për pjesën tjetër në lidhje me kontrata, marrëveshje të ndryshme që ju do keni gjatë kësaj jave, sepse ju jeni të mbështetur nga energji më të larta. Ose edhe në lidhje me situata të ndryshme që mund të keni në marrëdhëniet tuaja në familjen tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe. Në përshëndetje gjithë ju të shenjës së luanit. Atëherë do shohim energjinë për shenjën tuaj. Ju uroj një javë sa më të mbar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Por ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente, sepse ajo është më e rëndësishme. Atëherë, ju shoh që ju keni të bëni me energji të shenjave të ujit, keni të bëni me energji përsëri të shenjave të ujit dhe energji të shenjave të zjarit. Ju mund ascendenten, më falni, ju jeni vetë shenja zjari, por mund të keni dhe ascendenten edhe në shenjave të tjera të zjarit, por dhe të ujit. Atëherë, ju shoh në një takim, takim me një person ku do shprehni emocionet në lidhje me këtë person, ose ju do harrini të ndjeni mirë në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, edhe pse është një muaj me fat për ju, ose kjo mund të ketë lidhje me bashkëpunimet, partneritetet, me aktivitetet të ndryshme, me trajnime të ndryshme që mund të keni, me anën shëndetësore, por dhe me gjithçka tjetër. Ju shoh në udhëtime dhe shoh një person që vjen drejt jush. Ju mund të keni të arrini të keni një flert në një udhëtim, ose është një person që vjen nga një udhëtim drejt jush. Dhe është një person që ka emocione dhe do t'i shpreh këto emocione, do të bëjë një fillim të ri. Por unë shoh që jeni hasur me shumë pengesa në lidhje me këtë person, por ju do harrini t'ja dilni me sukses, edhe pse do keni pengesa në fundin e javës. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh partneritete, bashkëpunime, lajme të mira, ju vërtet do keni pengesa, por ju do t'ja dilni. Gjithsesi është dhe hëna e re që ka fillime të reja, dhe unë shoh fillime të reja në lidhje me ju, por kjo mund të ketë të bëjë edhe me situata të ndryshme që ju mund të keni në jetën tuaj, në lidhje me punën, me karrierën, ose edhe me situata të tjera që ju mund të keni. Gjithsesi kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së Demit, energji të shenjave të zjarit, energji të shenjave të ajrit. Për gjithë ata që kanë të bëjnë me këto shenja, por ju mund të keni edhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Shoh një fillim të ri këtu, ju shkoni drejt një marrëdhënie të re, drejt një njohje të re, dhe do ta festoni këtë me sukses. Në pjesën tjetër, ju do harrini të stabilizoni njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ose mund të jetë dhe një bashkëpunim me fëmijët tuaj gjatë kësaj periudhe, por mund të keni dhe kontrata biznesi për një pjesë tjetër. Por ju shoh me fillime të reja dhe është një energji shumë e bukur, është fillimi një dashurie të re me shumë pasion, ose një bashkëjetese, një martese. Por në rastin tjetër, ju do jeni mund të lidhni dhe kontrata gjatë kësaj periudhe në mesin e javës, që në fillim të javës, dhe ju harrini të bëni këtë fillim të ri. Ju shoh që keni marrë shumë goditje në jetën tuaj, si në lidhje me dashurinë, me familjen, ose edhe me situata të ndryshme që mund të keni pasur, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të çliroheni me këto fillime të reja që do bëni, me këtë dashuri, me stabilitetin e marrëdhënieve, me kontrata, marrëveshje, bashkëpunime, negociata të ndryshme që ju do keni. Është një fillim shumë i mirë, duke lënë mbrapa të gjitha goditjet që keni marrë në jetën tuaj. Gjithsesi, është një javë fantastike, është mirë ta shfrytëzoni këtë javë edhe ju, sepse është javë shumë e mirë. E rëndësishme është që ju çliroheni nga çfarëdo lloj situate ose goditje që keni marrë në jetën tuaj, sepse ju shoh keni marrë gjithë të shpata, gjithë të goditje në shpinë. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Peshores.
Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Atëherë, këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit. Kemi kartën e botës, energjitë shenjës së Demit, Akrepit, Virgjëreshës dhe Luanit. Dhe kemi energjitë shenjave të ujit. Ju shoh në pritje, jenë në pritje të një personi, të një dashurie, ose shoh që është një person në distancë që do vi deri në fund të javës, sepse ju do mbyllni atë pritjen e gjatë që keni pasur në lidhje me një person, dhe shoh një fillim të ri që do t'ju sjellë lumturi. Dhe është ky person që do vi, do t'ju shprehë ndjenjat dhe emocionit dhe ju do ndjeni vërtet të lumtur. Ose ju jeni në pritje të lumturisë në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj, me sigurinë tuaj, ose edhe në marrëdhëniet shoqërore të ndryshme që mund të keni. Shoh që keni kaluar shumë vështirësi në jetën tuaj dhe është një cikël që do mbyllet gjatë kësaj javës, për të filluar një cikël të ri të lumtur. Ju shoh me lajme të mira në këto fillime të reja që do bëni, mund të keni flerte në udhëtimet që do keni, por lajme të mira ju shoh më të gëzuar, por shoh lajmet e vendit punës nga ana ekonomike në shtëpi, me familjen, por dhe me marrëdhënie shoqërore të ndryshme që ju mund të keni, ose ju jeni dhe në pritje të një udhëtimi. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë që vjen. Atëherë ju keni të bëni me energjitë shenjave të tokës, dhe energjinë e shenjës së Luanit. Ju shoh që jeni mund të keni të ascendenten ose hënën në këto shenja. Për gjithë ata që mund ta kenë ose ju keni të bëni me këto shenja. Gjithsesi ju shoh që në fillim të kësaj jave ju do keni paqartësi, frikra emocionale, por mund të keni dhe prapaskena. Kjo ka lidhje si në lidhje me njofjet, lidhjet, marrëdhëniet, por mund të ndodhi që ju ndjeni pasiguri ose edhe në situata të ndryshme, por shoh edhe mund të keni dhe prapaskena. Duhet thjesht të keni kujdes. Dhe në mesin e javës, shoh që ju do merrni dhe do jepni në lidhje me një person, edhe pse ndjeni pasiguri në lidhje me këtë person, shoh që keni kaluar shumë sfida, shumë vështirësi, ka qenë një lloj karme për ju, por ju do gjeni forcën për të ecur përpara. Ndoshta për të shkëmbyer mesazhe SMS në lidhje me një dashuri. Ndërsa për pjesën tjetër, ju shoh që ju ndoshta ndjeni pasiguri ekonomike, sepse ju merrni disa para, ashtu si merrni, ashtu edhe do t'i jepni, ose ju jeni duke ndihmuar dhe dikë nga ana ekonomike. Gjithsesi, ju do t'i lini mbrapa vështirësitë, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me njofjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja, po ndoshta kanë qenë gjëra të lodhshme për ju në lidhje me gjithçka që mund të keni kaluar, por unë shoh që ju gjeni forcën për të stabilizuar dhe për të ecur përpara si në lidhje me njofjet që keni, lidhjet, marrëdhëniet tuaja, por edhe për të promovuar produktet tuaja te vendi punës, për të bërë reklamat e vendi punës dhe për të kërkuar, për të rritur të ardhurat tuaja, por edhe për të pasur një të ardhme profesionale me perspektivë. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Shijetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Dhe shohim energjinë që na vjen.
Atëherë, këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të demit, shenjës së demit, energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjave të tokës. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, ose ju mund të keni të bëni dhe me personat të këtyre shenjave. Atëherë shoh që në fillim të kësaj jave, shoh bashkime, njohje të reja, finalizime, ndoshta bashkëtesa, fejesa, martesa, por dhe një marrëdhënie të konsoliduar. Por dhe kontratat të rëndësishme, mund të jenë kontratat e vendipunës, kontrata financiare, ose çështje të ndryshme praktike të përditshme që kanë të bëjnë në lidhje me profesionin, por dhe me çështje të ndryshme nga ana ekonomike. Gjithsesi, shoh që ju për pjesën e beqarëve është një person te vendi i punës që tërhiqet nga ju, është një person që ju admiron, ju adhuron dhe me hënën e re që është në datën 21, shoh që bëni një fillim të ri me këtë person. Gjithsesi, për pjesën tjetër mund të jenë fillime të reja ekonomike. Ju do filloni të bashkëpunoni, do keni një kontratë, do keni marrëveshje pune, marrëveshje financiare, ose për pjesën tjetër mund të ketë bëjë në lidhje me disa borxhe. Ju do bashkëpunoni në lidhje me këtë gjë për të bërë një fillim të ri, ndoshta për të menaxhuar të ardhurat tuaja ose disa situata ekonomike që ju mund të keni. Dhe ju shoh që do jeni shumë këmbgulës në lidhje me këtë. Gjithsesi, është një javë shumë e mirë edhe për ju, sepse keni kontrata, keni bashkëpunime të ndryshme ose marrëveshje financiare të ndryshme dhe fillime të reja. Dhe mund të jetë një dashuri e re, një punë e re, një fillim i ri ekonomik, por mund të jetë një biznes, mund të jetë çfarë do lloj gjëje tjetër që ju dëshironi ta bëni gjatë kësaj periudhe. Është një periudhë e mirë sepse me hënën e re ka fillime të reja që do marrin zhvillime të mira. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciapit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë. Atëherë këtu kemi të bëjmë me energjinë me kartën e gjykimit. Kemi të bëjmë me energjinë e diellit, me kartën e luanit dhe kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit. Atëherë ju shoh që ju do merrni vendime të rëndësishme në fillim të kësaj jave. Dhe këtu flasim për pjesën e personave që janë beqarë, që mund të keni një shkëputje, një distancim emocional, një person në distancë, atëherë është momenti në fillim të kësaj jave që ju të merrni një vendim. Dhe në mesin e javës, por këto vendime kanë në lidhje me ambicjet tuaja, me punën tuaj, ose me qëllimet tuaja, ose dhe me pengesat që keni pasur gjatë rrugës tuaj. Gjithsesi, shoh që ju do harrini të shikoni gjërat më qartë dhe ju shoh me lajme të mira, dhe këto lajme të mira mund të jetë një person që ka ndjenja emocione në lidhje me ju dhe kjo gjë do t'ju lumturoj dhe shoh një vendim që do merret, ose edhe në lidhje me marrëdhëniet tuaja të distancuara ose ftohje emocionale që mund të keni. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje me punën tuaj, ku ju merrni vendime të rëndësishme, do t'i shikoni gjërat më qartë dhe ju shoh që ju do ndjeni më të çliruar, do ndjeni më mirë gjatë kësaj jave. Gjithsesi, këtë mund ta merrni edhe në lidhje me anën ekonomike, ose edhe në lidhje me situata të ndryshme që ju mund të keni, varet nga situatat që keni. Por është një javë fantastike edhe në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Dhe shohim, kemi energji të shenjës së Akrepit këtu për të gjithë ata që kanë të bëjnë, energji të shenjave të Zjarit dhe kemi energjinë e shenjës së Demit. Ju shoh që ju pësoni një lloj transformimi shpirtëror ose një ndryshim brenda vetes tuaj, ose në lidhje me qëllimet tuaja, ose për pjesën tjetër në lidhje me punën, me anën ekonomike.
por ndërkohë shoh dhe ndryshime të mëdha që vinin në jetën tuaj. Ju do lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar deri në këto momente dhe unë shoh surpriza pafund. Dhe surpriza që vjen drejt jush është një fitore, një sukses. Mund të jetë një sukses në dashuri, në lidhje me një njohje, sepse jemi te kryeprifti ku ju do keni një takim me këtë person. Në rastin tjetër, mund të jetë një fitore, një sukses në lidhje me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ku ju arrini të stabilizoni. Për disa të tjerë, mund të ketë lidhje me një bashkëtesë, me një fejesë, me një martesë. Ndoshta është momenti për të filluar ato planet tuaja për të ardhmen në lidhje me këtë bashkëtesë ose martesë. Në rastin tjetër, mund të keni kontrata të rëndësishme dhe shoh që do keni dhe udhëtime. Por këto udhëtime kanë lidhje me një kontratë. Mund të jetë kontratë pune, kontratë martesore, por mund të jenë bashkëpunime të ndryshme, negociata të ndryshme që ju do bëni. Gjithsesi, është një javë fantastike, ju keni ndryshime të mëdha, lini mbrapa gjithçka që ka qenë e vështirë në lidhje me ju, dhe shoh fillime të reja ose surpriza që ju presin. Surprizat tuaja janë sukses dhe fitore. Mund të jeni të quani dhe një udhëtim sukses ose fitore, por mund të jetë shoh që do keni persona që do t'ju mbështesin, por do keni dhe persona që nuk do jenë dakord në lidhje ose nuk do t'i pëlqej ky sukses dhe kjo fitore që ju do keni. Gjithsesi, është një javë fantastike edhe për ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim se si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë sa më të mbar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, energjinë e shenjës së Gafores dhe energjitë shenjave të tokës përsëri. Ju mund të keni dashëdenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi ju shoh shumë të mbyllur në lidhje me një dashuri, në lidhje me një njohje ose ju tregoni të mbyllur në lidhje me emocionet tuaja. Ju dëshironi të jepni drejtim, por nuk jeni të hapur. Në rastin tjetër mund të tregoni të mbyllur në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja dhe për t'i çuar përpara, por gjithsesi ju harrini në mes të javës që t'i çoni gjërat para. Kjo mund të ketë lidhje dhe në lidhje me partneritetet, me punën, me bashkëpunime, me kontakte të ndryshme shoqërore, ku ju në fillim të javës tregojeni të pak të mbyllur, por në mesin e javës ju shoh që do të jepni drejtim gjithçkaje. Do jeni më emocional, do të jepni drejtim njohjeve, lidhjeve, marrëdhënieve dhe në fund të javës shoh që ju do jepni dhe do merrni. Ndoshta në lidhje me një person ku ju do futeni në njohje sepse kemi dhe hënën e re. Ndërsa në rastin tjetër që mund të marrë zhvillime të mira, në rastin tjetër mund të ketë lidhje dhe në situata të ndryshme që mund të keni në lidhje me punën ose me karrierën tuaj, me zhvillime që mund të keni, do të jepni drejtim. Ndërsa për një pjesë tjetër do merrni disa para ashtu si do t'i merrni ashtu do t'i jepni. Në fillim të javës ju shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme parash. Është një shumë e mirë. Ju do jeni ose duke investuar diku ose edhe duke hequr disa kursime dhe ndoshta për të ikur në një udhtim. Dhe shoh që do merrni, por dhe do jepni, mund të ndihmoni dhe persona të tjerë edhe nga ana ekonomike. Ose ju mund të keni pagesa të ndryshme, mund të jetë fatura, pagesa të përditshme të faturave tuaja që ju mund të keni. Gjithsesi është një javë fantastike edhe në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, sepse edhe java s'është mbyllur akoma, videot e muajit dhjetor, sepse shtrihet i gjithë muaji, por dhe videot e vitit 2026 dhe shenjën tuaj me fat, por dhe video me tema për dashurinë. Atëherë ju uroj përsëri një javë të mbar, dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, por dhe një bazë dite sa më të këndshme.